Live from Tirana në Top Albania Radio. Nga pjesa e dytë Live from Tirana 11:09 ora eksakte në këtë moment, në këtë të premtë të datës 13 shkurt, një ditë para të festës mashtruese. Jo, më falë, se nga trova, është një prilja, një festa e dashururave, doja të thoja. Frankie Zia, mirë se vjen në Live from Tirana, si që lajmërua më herët për të diskutuar për dinamikat më të fundit në shtëpinë e Big Brother VIP. Frankie ju e njihni, është balerin në teatrin e operas dhe baletit, dikur ka qenë gjithashtu pjesë e Dancing with the Stars në të dyja edicionet, apo jo? E ka shkëlqyer dhe aty e të gjitha me radhë, për her pas here ka komente të lezetshme në Instagramin e saj për situatat që ndodhin brenda shtëpisë Big Brother. Përpara se të nisim me situata konkrete, kush janë të preferuaret e tu këtë edicion që ty vërtet të pëlqejnë? Atëherë, mua më pëlqen shumë loja që bën Kristi. Kristi Lamaj. Po, më duket strateg, djali i duruar, më pëlqen mbi të gjitha, më pëlqen shumë. Do me thënë, kjo ka qenë pika e parë pse më ka pëlqyer, fakti që ai këndon shumë bukur. Mua njerëzit që din ta bëjnë punën e tyre shumë mirë, është gjëja e parë që mua më afeksionon me njerëzit. Dhe ai të këndoj çfarë të doj, do me thënë, mua më kënaq zemrën e para. Dhe vin dhe këto gjërat e tjera. Është talent, pra, është vërtet një talent i futur brenda shtëpisë. Edhe mua më bëjë fakt që një këngëtar që vjen nga populloria, i cili ishte shumë viral me memet që e bënin, pra gjithë nuk është demode, nuk është djalë demode, është i zgjuar, është i duruar, është strateg, nuk e di, ka ca cilësira që më pëlqejnë, do me thënë te Kristi. Edhe e luan mirë atë lojë, hedh një top dhe me topin e atit merren 3-4 ditë, po, derisa sqarohet në prime. Më pëlqen edhe Stenaldo. Stenaldo nuk po bën loj, po Stenaldo po tregon fix. Po bën veten, po jeton. Një jetë, po. Big Brotheri është edhe një jetë personale se si ti mund ta jetosh. Kryesisht në fakt duhet jetë në jetë, pavarësisht që së fundmi e kanë kthyer shumë në highlights kryesor këtë termin loj. Po, sepse harrojnë të jetojnë. Harrojnë ta jetojnë ndonjëherë, edhe mendoj se pika kryesore ajo është në të vërtet si e jeton ti jetën, duke shpalosur dhe pjesët e karakterit pastaj normalisht. E sheh Stenaldo gjatë në shtëpi? Po, e shoh deri në finale. Vërtet? Po, e shoh. Duhet jetë në finale. Duhet jetë në finale. Për arsye? Për arsye të asaj gjës që po jeton dhe mendimet që i ka shumë korrekte. Ai do me thënë është fiksi një opinionist brenda shtëpisë. Sepse ashtu e ka mundësin, ai nuk mund të zgjerohet dot më tej, por për aq sa po jep ai, për aq sa ka mundësi ai të bëj lojë në thonjza, për mua është super. Interesant shumë Stenaldo, dhe e di çfarë kanë vënë re tjetër të dy banorët që ti përmende, edhe Kristi, edhe Stenaldo, kur flasin në prime, e gjithë, pavarësisht që këto janë banorë shumë të pamenaxhueshëm, flasin të gjithë në korë, kur flasin këto dy personazhe, pra Kristi dhe Stenaldo, e gjithë shtëpia e hesht. Pra kanë një lloj autoriteti brenda asaj shtëpie. Po, dhe mua më pëlqen kjo pesha që kanë. Më pëlqen më shumë kur e marrin vëmendjen se sa të duash ta marrësh vëmendjen. Është tjetër lloj. Po ndërkohë kush nuk të pëlqen prej tyre, cili nuk të pëlqen prej tyre? Rogerti për mua është shumë antipatik. Është e keqja e domosdoshme e shtëpisë. I duhet, po, i sjell rrotull, i çmend më saktë, por antipatik në mënyrën e se si shprehet, në mënyrën se sa agresiv është, domethënë shumë përsëritës. Iku kjo. Nuk më pëlqen tjetër. Po nuk mendon që do ketë një moment kthesë në lojë ku publiku mund ta doj pak, domethënë, sigurisht që publiku e do ta shohë brenda, po mendojnë shumë se ty, pra që është antipatik, po. Shiko, nuk mendoj që do ketë një moment kthesë në lojë. Loja nuk është gjithçka, prandaj them, në konceptin tim, në mendimin tim, në preferencat e mia, unë nuk do doja që loja të ishte gjithçka. Prandaj edhe dy versionet e mia të preferencave ishte një Stenaldo që po tregon jetën e vet dhe një Kristi që është lojtar, strateg, me atë qetësinë e vet, mirë e bukur. Nuk e marr dot seriozisht këtë Rogertin, jo. Rogerti do shkoj deri në një far piket lojës, derisa ti duhet shtëpis, edhe
ta nxjerrin jashtë. Edhe aq, nuk e mendoj afatgjat shumë. Pra ti mendon që publiku e mban brenda Rogertin sepse i interesojnë këto gjërat që ai bën, po nuk e shohin pra si pretendent për ta fituar apo për ta çuar në finale. Nuk është Rogerti. Nuk është një imazh fituese. Jo, për shembull, nëse do ai të krahasohet me Luizi, nuk krahasohet dot gjallë në botë, se Luizi nuk ishte aq agresiv sa Rogerti. Luizi kishte edhe humor. Më Rogerti çfarë humori bën aty se përveç se të lodh, edhe ka atë zërin thash antipatik, se do me thënë për Rogertin këtë fjalë kam antipatik. Pra kjo e definon Rogertin. Po, e definon shumë, po. Ti po t'ishe në Big Brother vetë, me kë mendon që do të kishe përplasje të më të mëdha brenda asaj shtëpie? Nuk e di të them të drejtën. Apo nuk e parashikon nga ekrani, se varet se si sillen njerëzit të brenda. E besoj këtë gjën që brenda është tjetër gjë, tjetër ndjesi. Jashtë është tjetër impakt. Okej, interesante shumë. Do të shkëputemi për pak minuta reklama dhe rikthehemi shumë shpejt në studio për të elaboruar, diskutuar situata më konkrete brenda shtëpisë Big Brother. Kënga. Është nice. I përzgjedh të bukura Wizi këto. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në digjitale me Ronaldo Sharkën dhe të ftuar në ditën e sotme për ta mbyllur këtë javë bukur me Frankie Ziaj. I bukur ky mbiemri është shumë, Ziaj. Ziaj, jo Ziaj. Ziaj. Interesante shumë. Aja, më shon. Dgjoj. Po vjen nesër është 14 shkurti dhe ende nuk kemi një çift në Big Brother VIP. Duket sikur këtë vit janë të destinuar të mos dashurojnë ose të paktën të mos e thonë. Ti sheh gjikundi nota dashurie? Të them të drejtën, jo. Që ta shoh këtë gjë nga të dyja palët. Okej. Si për Brikenën dhe Mateon, si për Selinin edhe Gimbon. Nuk di, do me thënë. Është e njanshme. Çunat, mbi të gjitha, do me thënë. Çunat janë shpalosen kështu si të dashuruar. Po ti mendon që vërtet edhe Gimbo dhe Mateo shpalosin dashurinë e tyre sepse e ndjejnë, pra është kjo gjë dashuri, apo e din tashmë si funksionon Big Brother, si funksionon periudha post Big Brother me marketing e të gjitha, ato bëhemi çift. Po, mund të jetë edhe kjo, por nuk heq as këtë gjën që mund të kenë simpati. Do me thënë simpati më tepër se duhet kenë, besoj që kanë simpati për gocat në fjalë, por që duhet të jetë pak edhe kjo pjesa, mund ta kem pak strategji. Nuk e di për Gimbon, se Gimbo faktikisht kur hyri në fillim të shtëpisë, u deklarua për Selinin që i pëlqente shumë. Nuk kishte ardhur me një plan gati. Nuk e di, duke e parë dhe brenda në shtëpi më duket natyrë e sinqert, si djalë. Edhe Mateo më duket natyrë e sinqert. Nuk e di. Kjo ngelet për tu parë. Dhe nuk të duket e sinqert Brikena me Selin, thua? Gocat nuk duket sikur tani Brikena. Ti marrim çiftet në pretendim, pra në tentativë, çifte në tentativë. I marrim me radhë. Brikena, Mateo janë komentuar kaq shumë dhe kur nuk është vendosur një definim atyre sepse nuk e ndonjëherë nuk arrin të kuptojmë, ndonjëherë na duket sikur luajnë të dy. Shpesh është komentuar që Brikena ka dikë jashtë dhe ka frikë të hidhet në krahët e Mateos. Mateo, këto nga Losani kështu i thon. Ka edhe njerëzit edhe publiku ka pikë pyetje vetë për Mateon, se thon 3 vite më vlla ky që e njoh këtë gocën, pra nuk e kërkoi jashtë kur dhe gjithë Big Brotherin për ta kërkuar. I marrim me radhë Brikena, Mateo. Më bën një analizë të mirë të këtij çifti në tentativë. Mateo më duket si një djalë që i ka ngelur pika te Brikena, duke qenë se si ka funksionuar para 4 viteve, siç doli gjëja dhe është ndoshta nga pjesa e familjarëve të Brikenës është detyruar ta shkëpusi për të mos e bezdisur më atë vajzë. Dhe fakti që po e bezdis në Big Brother, po e bezdis goxha bukur. Mua më pëlqen mënyra se si ai e respekton atë, pa e vënë në siklet, e mirë kuptoj dhe ka shumë pak djem
të themi të drejtën, të tipit të Mateos. Mua më pëlqen ky lloj ngacmimi, është djalë që nuk po lodhet, po vazhdon brenda kornizave të etikës edhe të mirësjelljes dhe të gentilesës. Brikenës duket sikur po i pëlqen kjo gjëja. Ose ka sepse filluar. ka filluar dhe i afrohet, po. Dhe mendoj se ka filluar ta vlerësoj si gjë. Ndoshta ajo po e vlerëson si shok. Mendoj unë. Okej, si një njeri aty brenda se aty ka nevojë për njerëz të mirë. Po, deri tani ajo duket sikur e vlerëson si shok. I jep llogari si shok. Dhe mendoj se deri këtu është okay. Më vonë e di nëse do avancoj më tepër. Gimbo Selin? Gimbo më duket shumë djali sinqert, i drejt për drejt. Ndoshta mund të jetë dhe strategji fakti që ka hyrë që nga jashtë me këtë lloj mendimi, por më duket i sinqert. Selini nga ana tjetër, mendoj se po, e pëlqen si shok dhe mendoj se Gimbo është duke i nxjerr anën më të mirë Selinit. Sa herë që Selini është me Gimbon, ajo ka një tjetër lloj çiltërsie, është një tjetër lloj njeriu. Jo arrogante, e qeshur, fani, ka gallata që i përshtaten dhe moshës së saj. Do thuash ti që aty nuk ky definicioni i moshës nuk ekziston. Po ekziston se në fund të ditës ti je në Big Brother, po jeton jetën tënde, po përfaqëson diçka. Kështu që nga ana e Gimbos më duket e sinqert, edhe nga ana e Selinit më duket e sinqert, po deri në marrëdhënien e shoqërisë. Më tej nuk e di nëse Selini më tej do ta shikonte si Unë personalisht bëj pjesë tek ato njerëz që mendoj që Selini nuk ka për të lidhur kurrë në Big Brother. Të paktën këtë mendoj unë. Mund të ketë pëlqime, është tjetër muhabet, po mendoj që ajo vajzë, edhe nëse ka pëlqim për Gimbon, ka për ta lënë gjën jashtë. Nuk e di pse kam këtë bindje që Selini s'do lidhej kurrë. Po, dhe ajo e ka thënë edhe aty që unë nëse do doja të kisha diçka me ty, unë do ta zhvilloj jashtë. Këtu brenda jo. Ti vjen nga teatri, operas dhe baletit, aty ku është shprehur dhe Selin që punon apo jo. E nje personalisht? Atëherë, unë e Selinin kemi diku te 6 vite diferencë. Njihemi si fytyra, si emra, por që të kem pasur diçka personalisht me atë që të punoj e kështu nuk më ka lidhur. Nuk ka lidhur as puna, as miqësia. Asnjëherë, po as miqësia. Kjo do me thënë. Si është situata andej në teatrin e operas dhe baletit, duke qenë se keni një gozë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Dhe jeni përmendur si institucion goxha këtë periudhë. Mirë. Nuk është, do me thënë, është diskutuar, po jo dhe në ndonjë far pike që të jetë tem diskutimi çdo ditë. Po patjetër se keni edhe ju punën tuaja. Po që jo në një gjë wow. Ti çfarë mendon për lojën e Selin? Atëherë, unë mendoj se Selini në generalitet, pra, po jo vetëm për situatën me Gimbon. Mendoj se Selini është vajzë shumë e zgjuar dhe ajo ditë argumentoi mendimin e saj deri në fund për bukuri. Por personalisht nuk më pëlqen se si her pas here ajo shfaqet arrogante në përprajme dhe në shtëpi. Kjo ndoshta vjen si fakt që ajo do të jetë protagoniste në çdo lloj diskutimi. Dhe ja ka dalë deri tani. Ja ka dalë, po se si ja del dhe se si del është tjetër gjë dhe për mua ka shumë rëndësi që njeriu të ketë një lloj qëndrimi për çfarë flet, si e flet, në çfarë aspekti e flet. Më kupton? Po përgjithsisht Selin jo, do me thënë, jo thjesht të marrësh vëmendje, hajt ta flasim këtë diskutim. Më kupton? Nuk më pëlqen kjo gjëja që do ta marri tërkohën, sepse her pas here thash e nxjerr dhe arrogante. E sheh Selin finaliste? Po e shoh. E sheh Selin fituese? Jo. Okej. Pra qëndron te Kristi. Unë thash, për mua dy janë fitues, ose Stenaldo ose Kristi. Pra, që thua që fitorea këtë vit do shkojë sërish tek një mashkull.
Po. Nëse kjo është temë kote në fakt se nuk është një garë gjinie, është një garë loje, kështu që se kuptoj pse bëhet dhe se pyet dhe nuk e di pse rash dhe unë në grasën e kësaj pyetje. Mirë, do të shkojmë edhe një herë në reklama dhe të diskutojmë pas pak se kush rrezikon për të lënë shtëpinë nesër, se disa banor janë po ashtu në nominim dhe mos u largoni. Baby G, Miri, Greta, Ina dhe Robert mund të lësh shtëpinë nesër dhe pse? Atëherë, Baby G, Miri, Greta, Ina, Robert. Ikëm Baby G. Baby G, pse Baby G? Po nuk ka bërë ndonjë gjë në atë shtëpi, përveç se i ka mbajt pak pishtarin Mirit. Në opinionin tim. Një aleate e Miri dhe kjo. Po, Miri i nxori gjithë jashtë, edhe Selinin po e largon avash avash. Kush afrohet afër Mirit thua ti lë shtëpinë, një batutë për dorë goxha këtë sezon. Batut, po shakaja gjysmë e vërtetës. Si i thon. Hami, të pëlqen vetja? Shumë, më pëlqen shumë. Mua, që ta dish ti Ronaldo, sa më pëlqen vetja, nuk e di, nuk më pëlqen njeri në këtë rruzull toksor. Ama se këtu ta marrim. Vetja dhe qeni. Këtu ta marrim për keq kur të pëlqen vetja. Jo, jam me këmbë në tokë, nuk fluturoj. Nuk të lira. Jo. Okej, pra ti thua që del Baby G. Po. Nuk u gjen dot në lojë, çfarë ndodhi? Në fakt se Baby G s'ka pasur asnjë situatë, as me një djalë, as me një vajzë, as me debat. Jo, është munduar të ketë situata, po nuk ja ka dalë, domethënë të marrë atë vëmendjen. Një numër, është thjesht një numër në shtëpi për të dalë. E di që mendoj që Baby G nuk e njeh fare Big Brotherin, se kur erdhën dy zarfa të zinj që ishin për Kesin dhe Rogertin, u afrua aty afër zarfave dhe tha, e di çfarë mendojnë, mendoj që brenda këtyre zarfave të zinj mund të jenë dy zarfa të bardhë, pra out komplet. Komplet. E kupton? Edhe Mali që fillon të tallë dhe tha, po shkruajnë tha çfarë ngjyre mund të jenë. Pra të jesh kaq out për të mos e kuptuar lojën. Edhe Mali, domethënë nuk është për tu nënvlerësuar, domethënë Mali u nisi një konkurrent kështu, u duk si konkurrent për numër. Po më pëlqen, është djalë që ka karakter. Ka realisht karakter. Karakter dhe qëndrime, siç duhet të mbajnë qëndrimet. Ndërkohë që të gjithë të tjerët e shajnë Rogertit dhe pastaj i afrohen për të debatuar. Mali i ka bërë blok me kohë Rogertit. Pra nuk e ushqen lojën e tij, ndryshe nga të tjerët. Pra ka vendosur pikat mbi. Ja, për shembull ky djalë meriton gjysmë finalen. Deri në gjysmë finale. Deri te gjysma, po. Deri te gjysma meriton. Miri. E vërtet, po. Okej, interesante shumë. U futën tre banorë të rinj, Shndriti, Livia dhe Ardit Murataj. Dy gazetar, tjetra ishte aktor, në mos gaboj. Si mendon që do përfshihen në këtë lojë, në këtë historinë Big Brotherit apo do dalin shpejt dhe këto? Ky Shndriti më duket sikur do shndrisi deri diku. Okej. Ndërsa Livia me Arditin nuk e di, në këtë pikë të lojës që kanë hyrë më duket pak vështirë ta çash. Më duket shumë vështirë. Do shumë personalitet edhe do të jetë shumë Robert për të futur, se Robert të futur edhe zuri vend. Po edhe Rogerti domethënë e zuri vendin, po e zuri vendin i ardhur kështu me shpat në dorë, duke ditur çdo lloj infoje që di, kupton? Tani edhe kaq feedback-e të mira. Avashjer, jo info, po përdori çdo gjë që dinte edhe flitej për ato banor. Ej, Frank, falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Thank you, edhe unë ju falenderoj. Një ditë të bukur, nesër, punë apo fest? Nesër është shtunë. Po pra është 14 shkurt nesër, prandaj po të pyes. Jo, nesër Prime. Gjithë vëmendjen ke Prime-in, ai koment lezetshëm. Interesante shumë për të gjithë ju të tjerë, pra që nesër ju ka lënë Zoti fat keq ose fat mirë dhe nuk keni me kë ta festoni këtë festë idiote, këtë 14 shkurt, këtë festë demode, do të thoja unë. Shihni Prime-in se besoj që dhe nesër të ketë situata shumë interesante në 21:00 në ekranin Top Channel. Faleminderit një herë që ishën program. Faleminderit. Edhe të uroj një fundjavë shumë të bukur. Edhe unë ty, ju put. Okej, ne Uizi, shkojmë në pak muzikë të mirë dhe i rikthehemi shpejt në program.